Tradicionalisht edhe gjeli i detit bëhet me përshesh. Po patjetër që në restorante, patjetër dhe në familje, mund ta kombinoj me shijet nga më të ndryshmet. Gjithë loja është tek mbushja. Dhe një kombinim shumë i mirë i gjelit detit në kohët e sotshme dhe në muajin që ne jemi, është dhe gështenja. Mund përnushet me gështenja, që pjesa e mbushjes brendshme mund bëhet me gështenja zjera, pjesa tjetër e sipërfaqet është me gështenja të pjekura, që është një kombinim perfekt. Shkon qiqja, gjithashtu shkon arra. Unë për shembull e bëj mbushjen, më fal, e bëj me gështenja dhe me arra. Po, është perfekt. Ndërsa unë gjelin e detit mbushjen e kam bërë me moll jeshil, me qep të kuq, me karot, rozmarin edhe të lyer me gjalp. Po, patjetër. Mirë, janë ka variante nga më të ndryshme. Shije, se duhet të kënaqë dhe shijet e gjithë antarëve që kanë në kryes. Patjetër. Që lëshon ajo, mund të regjim psheshin. Përsheshin, thjesht përsheshin diçka që ai duhet bërë në çast. Në çast, mund ta bësh më para, sepse shijen lezetën e përsheshit aty e ka. Por me kombinimin e këtyre përbërësve tjerë, bëhet pak më moderne, por edhe shumë e kombinueshme. Më thonë është një kombinim ideal që sa dhe ju me arrën, me gështenjën, si të zier brenda në pjesën e mbushjes, edhe në sipërfaqen e saj, që mund ta përdorësh si përsheshje shkon shumë me gështenjën, që është një kombinim perfekt, po në këtë rast është i pjekur, që gështenja ti pjek më para, edhe të diçka më krispi. Po, më krispi, po. Tjetë pak më krispi, siç duhet edhe përsheshje, pa me përshesha i qullë më pas, po që shkon më së miri. Qiqra gjithashtu është një kombinim i arra, patjetër që janë përbërës që lëshojnë atë aromën karakteristike. Po, që është edhe tradicionale, përbërë dhe moderne pjesë në restorant, po patjetër që edhe në shtëpi.